Profesori i Fakultetit të Drejtësisë në Novi Sad, Bojan Pajtić, deklaroi sot se hulumtimi i fundit nga Qendra për Kërkim, Transparencë dhe Llogaridhënie konfirmoi se shumica e qytetarëve serb janë në favor të thirrjes së zgjedhjeve të parakohshme dhe ndryshimit të qeverisë dhe se regjimi aktual i Aleksandar Vučić nuk ka më legjitimitet për të sunduar Serbinë. Pajtić i tha agjencisë Beta se ndryshimi i humorit të qytetarëve serb mund të shihet në 11 muajt e fundit në çdo qytet dhe fshat. Aleksandar Vučić e di gjendjen shpirtërore të shumicës së qytetarëve dhe për këtë arsye është në panik për zgjedhjet. Ai madje ndaloi se na bombarduari me sondazhe të ndryshme të opinionit publik çdo javë, sepse çdo sondazh tregon se lista e studentëve ka më tepër mbështetje se sa partitë e regjimit së bashku, tha profesori. Sipas tij, problemi i Vučićit është se një numër i madh i mbështetësve të Partisë Progresive Serbe i shohin zgjidhjen e krizës sociale dhe politike përmes shpalljes së zgjedhjeve. Pajtić beson se mbështetja për listën e studentëve do të vazhdojë të rritet. Nëse Vučić do të kishte logjik të shëndosh, do të shpallte me njëherë zgjedhje sepse tendenca e përkushtimit të popullit ndaj tij vetëm sa do të përkeqësohet. E shpreson që pakënaqësia e qytetarëve të ulet. Megjithatë, kjo pakënaqësi është grumbulluar në 13 vitet e fundit për shkak të mafjes, menaxhimit të korruptuar dhe të mundshëm të shtetit dhe nuk do të ndryshojë në favor të regjimit, tha ai. Pajtić vlerësoi se sanksionet kundër NIS-it do ta përkeqësojnë më tej situatën në Serbi. Sanksionet kundër NIS janë provë se Vučić udhëheq një politikë të jashtme dhe ekonomike katastrofike. Ky është çmimi i politikës së tij që po paguajmë ne, dhe sanksionet do ta bëjnë jetën edhe më të vështirë për qytetarët e Serbisë dhe pakënaqësia do të rritet. Derivatet e naftës do të jenë në deficit, do të bëhen më të shtrenjta dhe kjo do të ndikojë në një inflacion edhe më të madh, i cili do të jetë një goditje e madhe për buxhetet e qytetarëve dhe të shtetit, tha Pajtić. Kur pyet se si do të ta kuptojë partinë opozitare hulumtimin e krahas, Pajtić tha se opozita ka të drejtë të marrë pjesë në zgjedhje dhe se nuk mund të kandidojë për më shumë se 2 kolona. Më shumë se 80% e votuesve të opozitës do të votojnë për listën studentore. Partitë e opozitës kanë alternativa të mbështesin listën studentore ose të shkojnë në zgjedhje së bashku. Është legjitime që ato të shkojnë në zgjedhje, por nuk do duhet të bëjnë një numër të madh listash, por të organizohen përmes një koalicioni të majt pro-europian dhe një koalicioni të qendrës së djathtë. Më shumë se 2 lista të opozitës nuk do ta kalonin në regjistrimin, tha Pajtić. Një sondazh i opinionit publik i kryer nga Qendra për Kërkim, Transparencë dhe Përgjegjësi në periudhën nga 13 deri në 27 shtator të këtij viti tregoi se 44% e qytetarëve mbështesin listën studentore dhe 32% mbështesin bllokun e udhëhequr nga presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić. SRTA njoftoi se pothuajse 2/3 e qytetarëve shohin shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme si një mënyrë për të dalë nga kriza dhe pothuajse çdo i treti votues i partisë në pushtet beson se zgjedhjet duhet të shpallen. Anketa u krye me telefon në një kampion përfaqësimi kombëtar prej 2020 të anketuarish. Sondazhi tregon gjithashtu se pjesa e qytetarëve me një qëndrim të moderuar ose të papërcaktuar ndaj protestave kundër qeverisë po zvoglohet, 58% i mbështesin ato dhe 39% jo.